Qa po ndodh me e? Qa po ndodh? Qa po ndodh valla? Raportoje. Qa po ndodh? Po vazhdo, raportoje. Tani sa ka falë më duket si. Qa boni sjeni, se kaloni mirë. Qa duke ndodhur në Tiranë, blokun gjithë rrugët, Rama me sa duket, Çmenduri kolektive. Po kalon Rama, bllokunin, nxorën gjithë njerëzit nga binarët, gjithë njerëzit nga linja, s'po intereson as kujt se ç'a duhet me bëjë qytetarët. Çmenduri kolektive që në 11 maj shqiptarët duhet vendosin mirë, me çmendurinë kolektive apo me shqiptarët e vërtet. Ç'a po ndodh realisht? Që u bllokuan fap ku shfaq policia, ishin policët dhe një moment shumë këtë papritur zbrite nga qielli, u vendosën, u pozicionuan dhe nuk japin arsye pse. Po si të shpjegojnë, nuk i kanë kushtet, megafonët, nuk i kanë mundësi si t'i shpjegojnë, jo i Popull dele, tamam, na trajtojnë si popull dele, nxjerrin do zarat e veto xhandarët. Nëse edhe këto punën dhe bëjnë, se s'kanë çfarë bëjnë, po i kanë thënë. Kanë fëmijët e vet për të ushqyer po. Në ushqyen, po. Jo bë ligjin. Ç'a bëhet? Dhe këtë na e kështu, janë ditët e parë, le të themi, të fillimit të fushatës, zyrtarisht. Po shoh gjë makina aty jam. Po sa kaloi një, ja këtu është Partia Socialiste direkt pas bankës Shqipërisë. Ndoshta se tani po më kujtohet, ndoshta prezantojnë programin e çmendurisë kolektive. Si të marrim pasaportën europiane ku s'kemi bukë ujë. Po si mund të votojnë qytetarët një platformë? Si mund të votojnë qytetarët një platformë të tillë që i premton Bashkimin Evropian? I kthejnë gjithë njerëzit, Bjeri. Nuk intereson kujt puna ju valla, jo. Bashkimi Evropian. Ka punë shefi, mirë miq, kjo ishte ajo se çfarë po ndodh këtu për t'ju updateuar për t'i thuar. Bashkimi Evropian kur s'kemi rregullat bazike në Shqipëri. Ju përshëndesim. A mund të hyjet në Bashkimin Evropian me këtë rrumpall? Po. Do hyjet.